Shiroka përjetoi një mbrëmje të veçantë artistike ku Rami Lahaj and Friends dhuruan një spektakël në një koncert organizuar nga Bashkia e Shkodër që mblodhi qindra ardashës buzliqenit, tingujt e muzikës, interpretimet e artistëve dhe duetot të publikut, krijoi një atmosferë magjike, duke kthyer Shirokën në një skenë të emocioneve dhe artit. Për artistin Rami Lahaj, Shkodra është e veçantë dhe energjia që të jep publiku shkodran është unike. Është e pamundur me spjegu disa energji ose me tregu ndjenjen e tyne. Shkodra për mua është këtë njëjtë si Prishtina. Këtë e thëmë me sinceritetin më të madh, po besoj kjo vret edhe në skenë. Më thënë për mua është këtë e njëjta gjë, si marrë në Prishtinë, si marrë në Shkodër. Nëse më pyet si ndodh kjo, nuk e di. Nuk di me ta thënë, është energji, është muhabet, është gjuhë, po besoj është dialekti, është forma se si jetojmë, është mendimi, nuk e di. Për më shumë që nuk du me kalu tek historia personale, po përveç rrugtimit artistike muzikor, unë kam pas edhe një historie personale me një zonë kështu të Shkodrës që për mu e ka bëu akoma më të afërt. Kështu që është gjithmonë kënaqësi e privilegj. Në një status, me sa më kujtohet, mbas koncertit të parë në 2024, kam thënë që do kthehem në Shkodër sa herë t'ju merr malli për zonin tim. Unë jam nga ato, sepse unë vjedhe nga zona e Rrugovës, jam malsor, unë jam nga ato malsorë që e maj fjale, kështu që po e them edhe publikisht tani që sa herë t'ja do shpirti ka me ardhur mesin tuaj. Koncerti u shndërrua në një nga ngjarjet më të bukura kulturore të sezonit veror, duke dëshmuar edhe një angazhimin e Bashkisë Shkodër për promovimin e kulturës dhe organizimin e aktiviteteve artistike që pasojnë kulturore të qytetit. Për maestro Zef Çoba, të tilla evente e kthejnë Shkodrën aty ku i takon një pjedestal në muzikën shqiptare. Ky repertor sigurisht është i zgjedhur, ka sikur edhe unë shtinë këtu në pjesa e parë e programit me arje, me vepra të zgjedhura nga kompozitorë të madh të shquar të botës, edhe pjesa e dytë me një repertor zgjedhur nga trashëgimia e këngës tonë, muzikës tonë qytetare. Ajo çka është me vlerë, është me evidentu dy faktorët kryesorë që janë artistat që debutojnë nga skena, orkestra simfonike jonë, solisti kryesor Ram Lahaj që ishte protagonist i koncertit me kolegët e tij, po edhe një publik i mrekullueshëm që në Shkodër din për me vlerësu këtë lloj arti. Në këtë midis ka të bukur siç është Shiroka, gjithçka ishte perfekt. Mendoj se përsëritja këtyre koncerteve vetëm se afirmojnë vlerat që ka Shkodra në të dyja këto marrëdhënie. I mirëpret artistët e mirë. Publiku shijoi një mbrëmje plot emocion, muzikë cilësore dhe interpretime që u pritën ovacione të pranishmit.